Unë habitin së i sutje. Babi jem, se që në vend bukës, han libra. Ja, libra duke hafu kam lexuar goxhan jetën time. Për fat keq tani po lexoj më pak. Po mësoj ti më pak, cili libër pëlqen më shumë? Po libër për fëmijë apo libër për të rritur? Për të rritën. Për të rritur ka shumë, se nuk mund të them një. Megjithatë po të marr 2 ose 3 libra që më kanë lënë më shumë gjurmë. Kronik në gure Ismail Kadares është i jashtëzakonshëm, mund ta lexoni që nga fillimi i adoleshencës, se nuk ka nevojë të jesh shumë i madh për ta lexuar. Shkretira e tartarëve e Dino Buzatit është një libër i jashtëzakonshëm, po them që më ka lënë mua gjurmë. Edhe Komedianët e Graham Greene mbetet 1 nga 3. Pastaj, si shkrimtar, ka 2 shkrimtarë janë shumë klasik dhe nuk e di nëse në kohën e sotme mund të lexohen. Ai shumë 2 libra që mua më kanë mbajtur frymën, domethënë më kanë lënë një peshë të fortë emocionale, kanë qenë Të mjerët e Viktor Hugo dhe Lufta dhe Paqja e Tolstoit. Janë libra të jashtëzakonshëm. Turgenevi dhe Çehovi janë 2 autorë shumë të mirë, po flas vetëm pjesën klasike. Ose po hyre në pjesën moderne, e gjithë pjesa e shkrimtarëve të Amerikës Latine janë spektakolar. Domethënë Marquesi, Cortasari, domethënë janë shkrimtarë të jashtëzakonshëm. Goca më duket. Do ma bësh një pyetje? Po të bie dhëmbi. Ua, po ky është një shans i madh që do të ndodhi një Duhet ta hedhësh në çati. Po ke lëvizur ti dhëmbin? Do ta hedhim te çatia po oj sot, ai dakord? Edhe do vinë edhe një ta marrë, duhet po do mendosh thuash një dëshirë. Lëvizaj, ai që ka gati, po të vijon tani aty tak, e marrë. Jo, lëre deri vet. Po lëviz mua. Edhe ty të lëvizë, Po më lëviz mua 2. Po ty ti ka ngrënë një çik miushi dhëmbët po duket, ë? Bilet 3 me lëviz. Po ty nuk të ka rënë, ty të ka ngrënë miushi se ti ha shumë sheqer, më duket. Ka më shumë sheqer, po. Se ha shumë sheqer ti? Do haj mo. Do ma bësh pyetjen tani, me që je me dhëmbin më mirë? Kam disa dhëmbje më të mirë, po i arritur disa të mirë. Tu fjala pushoj, shko kësaj studio. Po, është fjalori i studios. Por ty o bë shumë pyetje të vështira, por cila është përgjigjja më e bukur që ti ke marrë nga personat? Përgjigjja më e bukur që ka marrë nga personat? Përgjigjen më të bukur se ka marrë akoma, do ma japi Vera Grabocka. Kushe ka rarë tani Amelia, do ma bësh pyetje të bukur të Blendin. O Blendi, me të vërtetë ke një punë shumë të vështirë në politikanët. Pa do të më thuash një qik të vërtetën mua? Po. Kush të lodh më shumë nga këto dhe kush ka qenë më i mirë dhe tani? Dëgjoj, ata që më lodhin s'janë më ata që ata të tjerët nuk të lodhin më fare tani. Se nuk kanë as në i formim shumë i madh, as në i gjë, përsërisin, recitojnë gjithë ditën, kështu që ata që më lodhin, po thuaj se ca s'janë më, ca nuk janë aq aktiv sa përpara. Atos Nano më ka pas lodhur, Sali Berisha më lodhte shumë, edhe Rama deri diku, po tani nuk lodhin më. Ke pyetje tjetër Amelia? Kam shumë pyetje. Jepi vazhdo. Blendi, unë hala nuk e kam vizituar të gjithë cepat e botës. Ti ke qenë cepë më cepë. A do të më thuash 3 vende që unë duhet t'i vizitoj me patjetër? 3 vende që ti duhet t'i vizitosh me patjetër, po ti do më thuash mua para se ta them, çfarë të pëlqen ty më shumë në jetën tënde? Çfarë të pëlqen më shumë? Pëlqen natyra, të pëlqen monumentet? Natyra. Po. Natyra, atëherë po të them një vend që duhet ta vizitosh patjetër është Hawaii. Hawaii, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po të jetë për natyrë është një nga vendet më të bukura që mund të vizitosh. Është fantastik. Po do një vend tjetër prapë për të vizituar, me që po më përmend natyrën, po të them që një nga mrekullitë që mund të vizitosh është në Afrikë, midis Zambias dhe Zimbabves, quhet Victoria Waterfall. Është fantastike, ose Victoria Falls, është fantastike, sepse është një nga ujvarat më të bukura dhe ka dhe një gjelbërim të jashtëzakonshëm. Ndërsa vendi i tretë që do ta sugjeroja për ta vizituar, po t'i jap 2 këtu, se janë brenda një itinerari, mund bëhen bashkë, është Machu Picchu në Peru, është një gjë manice dhe ta sugjeroj ta bësh ta ngjisësh në këmbë dhe ta zbresësh në këmbë. Dhe e dyta është ai që quhet Salari i Uyunit në Bolivi. Është një gjë e mrekullueshme, është një sipërfaqe e madhe, më e madhe gati sa Shqipëria, që është e gjitha prej kripe. E gjitha e bardhë prej kripe.
Kështu që këto po t'i jap si sugjerime se janë interesante. Do të marrë një glob e do të shënoj me pika vendi ku do të shkojë. Pa tjetër, po do vish, kur të rritesh edhe pak t'i shënoj, ose thuaj mamit këtu do shkojmë. Mamit dhe papi. Pyetje tjetër, se ti bën pyetje shumë të bukura. Nëse vajza jote do të shënë që unë do të bëj te punën tënde, çfarë do të thoje ti? Punën time? Po. Po me shumë kënaqësi, unë i kam thënë të bëj çdo punë që ka ajo qef. E i kam thënë mos u mërzit se edhe po e bëre gabim një herë, ja që e re sa e ndron rrugës. Me shumë kënaqësi.